udhëheqësi real I Banskës nuk ka qenë Radojqiçi, po ka qenë I politikan tjetër. Që shi vjen Rama Bojës e Zebicës, tash PDK-ja me thonë, Dudabalja o më pro Kosovë, se sot deputeteve të vendosin. Sepse Se kjo është anat qëtër e Dudabalja me pas prokurori do t'ishte dikun tjetër. Ku do t'ishte? Po a ktheva apët historinë e Radojqiçit? Jo, po ma neve, po kupton. Mëse instrumentalizo komunitetet jo shumë, sepse problemi e instrumentalizoj shteti ligjor, po të vepronte. Ne do t'a shihnim se udhëheqësi real I Banskës nuk ka qenë Radojqiçi, po ka qenë I politikan tjetër. Dhe ky politikan tjetër ka emër dhe mbi emër, besoj që ata që e din, e sakt, e diron, do t'ja thonë emrin kur ta ketë kohën. Por atëherë do të përmbysën shumë tregime në jetë skenën politike. Shqiptarë nga komuniteti. Jo, komuniteti është. Nga komuniteti. Po. Dhe shikojeni mirë fotografinë e publikuar nga mediat. A është pjesë e listës sërbe? Pjesë e listës sërbe. A është Slavko Kosimić? Nuk mund ta pohoj unë, sepse nuk është detyra ime ta pohoj. A mund ta mohosh që as nuk e mohoj. Pra, jeni duke folur për Slavko Kosimić? Jo, jam duke folur për një politikan të fuqishëm që e instrumentalizoi totalistën serbe dhe është dorë zgjatore e Vučićit në Kosovë, për cilën opozita e din mirë. Ata qenë do janë dorë zgjatore. Ata qenë do janë dorë zgjatore. Domethënë, megjithatë, ai është që ka udhëheq politikisht dhe ushtarakisht betejën e Banskës dhe jo Radojqiçi siç janë përpjek ta fshehin në Beograd. Ka thonë Ozadek që s'ku ka Radojqiçi, se se kanë aty. Natyrisht, edhe ai ka qenë njëri prej figura kryesore, ka marrë përgjegjësi. Po pyesë Slavko Kosimić. Jo, unë nuk e pohoj sepse nuk e kam përgjegjësinë me pohu. As nuk e mohoj. Pra, Ky ka informacione prej shërbimeve të ndryshme me gjasa. Se pas ka ndërmarrë me Se s'pe kallzon. A prej kujt ki informacion? Ilir Kulla ta tha parmbron. Njëri prej ekspertëve më të fuqishëm të hapësirës shqiptare në fushën e sigurisë. Do të Ilir ta kallzoj organet e shtetit. Lejetin e kush na kallzon. Organet e shtetit do të më na kallzojnë. Se po pres organet e shtetit. Ajo po përfundon që ti pas këto informata që s'po na tregojnë organet e shtetit. Nëse pas ka emër mbi emër. Më na tregu për Unë çka po them? Unë po s'po e mohon as pe pohon Slavko Kosimićin. Po veç nëse ka emër mbi emër atëherë shteti duhet me pas emrin mbi emrin para Ramabojës. Shteti e ka. Shteti duhet me vepru. Ideja është që për Slavko Kosimićin kom dëgjuar. Shteti duhet me vepru se Banjska është akt terrorist dhe personi i cili është politikan I fuqishëm duhet me qenë prapa lidhja Dudabalja bashkëpunon me Slavko Kosimićin I cili organizon se s'pe kuptoj lidhjen. Jo, lidhja është e qartë. Lista serbe do duhej të shpallej jashtëligjshme. Dhe këtë proces do duhet ta mbështeste edhe opozita, natyrisht për institucione përgjegjëse. A opozita do të më shpallë? Po mos ta Shiko, opozita nuk bëre absolut asnjë koment sa I përket. Kush duhet me shpallë ose mos bën deviacione, kush duhet me shpallë? Mos më ik prej përgjegjësisë.